Andaj Allahu i lartësuar në një ajet kuranor i drejtohet Muhamedit a.s. duke i thënë: "Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim." Allahu i lartësuar i thot pejgamberit a.s. "Tregoj robërve të mi se un jam falës dhe mëshirues. Mirpo, po ashtu tregoju se dënimi im është dënim shumë i dhimbshëm dhe shumë i rëndë, dhe është një vuajtje shumë e madhe, dënimi i Allahut të lartësuar." Andaj Allahu i lartësuar për këtë shkak i sprovon njerëzit në këtë botë për shkak të mëkateve të tyre, i dënon pak në këtë botë me shpresë që do të kthehen para se t'i godas dënimi i madh në ahiret. Thot Allahu i lartësuar: وَلَنُذِيقَنَّهُمُ الْعَذَابَ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ja jep çdo mundësi, ja dërgon për kujtimin, po ashtu edhe ja dërgon dënimin në këtë botë me shpresë që kjo do ta mbush me mend dhe do ta kthej tek ai para se t'i vijë dënimi i madh i ahiretit. Dhe nëse edhe kjo nuk bën dobi, atëherë njeriu mos ta fajsoj vetëm se vetveten e tij. Nëse edhe pas kësaj nuk ulet të mendoj e të logjikoj, e të vras mendjen e tij se çka është duke ndodhur, çka është qëllimi im këtë botë, nëse edhe pas kësaj ky njeri nuk e bën këtë, atëherë mos ta fajsoj askënd, pos vetvetes së tij kur do ta godas dënimi i rëndë në ahiret, sepse Allahu ja dha të gjitha mundësitë. Dhe Allahu i lartësuar thot: "Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Dhe ne nuk e dënojmë askënd derisa t'i dërgojmë pejgamber, derisa atyre t'u arrijnë mësimet e pejgamberëve.